Të nderuar shikues, ju përshëndes drejtës së drejtë nga stadiumi i kryeqytetit Arena Dema dhe këtish në prag ndeshjen Partizani Vllaznia, ndeshja kryesore e javës së 30 abizet superiore. Konftuar për pranë një futbollist të madh të kombëtarëve të Shqipërisë, një futbollist i ekipit të Partizanit, i cili sot luan aktualisht në Iran, por ka ardhur për të shijuar nga afër sfidën Partizani Vllaznia. Yasir Hasani, si po e pret të ballafaqimit të sotëm ku luajnë dy skuadra të traditës? Normal, dy skuadra të traditës ishte vetë edhe është ndeshja e fortë, është një ndeshje derbi në Shqipëri, edhe le të fitojmë ai miri sepse edhe Vllaznia ka traditë dhe Partizani traditë edhe shohim kush do fitojë në fund, le të fitojmë ai miri. Yasir Hasani ka provuar përballje Partizani Vllaznia, po Vllaznia Partizani në Loro Goriçi. Çfarë kujtonin në një nga këto ndeshje me të veçantë? Gjithmonë kur lozin Partizani Vllaznia është një derbi në Shqipëri edhe sidomos me tifozët plot që vinë shohin këtë derbi çështja dhe është kënaqësi para shumë tifozëve të lozësh në Loro Goriçi apo në Air Albanian ku kemi luajtur. Është një kënaqësi e madhe sepse dy skuadrat më të mira në Shqipëri edhe po bëjnë shumë mirë. I keni shkruar në pak Vllaznisë në këtë përballje. Ju ka marrë për një përballje Partizani Vllaznia? Normal, kam kalu shumë kohë në Shqipëri edhe me Partizanin, po normal, kam ato kujtimet shumë të bukura edhe me Partizanin që kemi luajtur kundër Vllaznisë, kundër çdo skuadre. Po normal është kënaqësi të lozësh, sidomos në Shkodër para pranë tifozërisë që mbushë stadiumin atje për një mbështetje për skuadrën e Vllaznisë, tifozët, sidomos edhe Partizani kur luajmë atje është një derbi shumë i madh. Është një kënaqësi që ato kujtime nuk bjerë shkurt. Sot një përballje me dy pozicione të kundërta, pra aty afër janë Vllaznia kryesuese, Partizani katërti, por brenda fazës finaliste. Mendoni se Vllaznia do ta ruajë kreun apo Partizani do të gjitet lart? Unë mendoj se edhe Partizani do të gjitet më lart, sepse ka një skuadër shumë të mirë dhe lojtarë që ka shumë lojtarë të mirë dhe mendoj se edhe Vllaznia ka bërë një punë shumë mirë, është kryeson tabelën, po gjithsesi kanë edhe disa ndeshje tjera që duhet të jenë fokus dash për Vllaznin, dash për Partizanin që dalin për play-off. Si shikon prej këtyre skuadrave pretendentë kryesorë për titull? Po mendoj se Vllaznia, Partizani është Dinamo e Ignatia, njësoj është edhe Ignatia është pretendent normal edhe Partizani edhe Vllaznia, po mendoj se çdo ndeshje ka rëndësinë e vet edhe çdo ndeshje po futet ta fitosh ndeshjen pavarësisht ndaj kundërshtari lozën është e vështirë. Për para të klarifikimit që kemi zakon për para ndeshjes së Shqipëra, diçka detale individual. Yasir Hasani në Iran, i kënaqur? Jam shumë i kënaqur, jam i lumtur se bëna pa kohë atje dhe për shkak të situatës tani jemi në për pushim, jemi në për familje dhe presim tani çfarë ndodh. A dhe një sinjal për rikthim? Po, kam folën për Shqipëri nuk e vese, po ka sinjale sepse kam edhe Gazin, presidentin e Partizanit që kam shumë mike dhe kjo ka qenë shpia ime ke Partizani, por tani jam në kontratë atje në Iran edhe për momentin jemi pushim për shkak situatës atje dhe nuk e di çfarë ndodhe, po djalem kohës. Ju duke biseduar me presidentin e Partizanit Gazdeni, por ju pak qëndruat edhe me presidentin e Vllaznisë Alban Xhaferi. Normal, kam shumë respekt për Alban Xhaferin, kam pasur komunikim edhe shumë më përpara dhe është një tim normal edhe e respektoj sepse ka qenë gjithmonë mbështetje edhe kur kam losur tek kombëtarja, gjithmonë kemi shkëmbyer disa mesazhe sepse ndash për Vllaznin, ndash për kampionatin shqiptar çdo gjë dhe për mua do jenë normal, do ketë respekt madh si për Alban Xhaferi si për presidentin Demit që kam shumë mik. Dhe e fundit pas traditës së këtij emisionit në drejta për zgjerim sport, parashikimi juaj i rezultatit në shifra. Ajo nuk diskutohet, në për mua inshallah fiton Partizani, po në futboll ti e di. Deri minutën 90 nuk e di, po let fitojmë ai mirë. Mami.
ne fitoj më i mirë. Ti do Macis. Unë mendoj se fiton Partizani në 1-0. 1-0 me gol. Tani më besoj se si dile. Mos finon Kodani apo Tomos? Nuk e di, po nuk është rëndësi se kush finon. Mendoj se kur futesh në ndeshje më rëndësia është fitoria, ti marrësh 3 pikë pa më pasi se kush finon gol. Ishte krahasime të nderuar shikues kjo pjesë për para ndeshjes së praktikisht Partizani Vllaznia me Yasir Hasanin me këtë emër më të vërtetë shumë të njohur të ekipit Partizanit, të kombëtarëve të Shqipërisë, po edhe me të. Faleminderit.